Nistim me njerë dhe pa umbërko me pasqyrë në shtypit me gazetën Panorama së pari dhe me zhvillimin kryesor ka të bëj me dosjen Kurum. Do të shohim edhe detajet tjera pa tjetër, por vjojmë së pari me gazetën Panorama. Dosja Kurum, bomba ekologjike e portit të Durrësit, 2800 ton mbetje të rrezikshme, 33 masa sigurie. Pra edhe njerë, dosja Kurum, bomba ekologjike e portit të Durrësit. Në total, 2800 ton mbetje të rrezikshme, 33 masa sigurie. Kontrabanda, Prokuria e Durrësit firmon si dje 33 masa sigurie në kuadër të hetimit për çështjen e mbetjeve të rrezikshme të kompanisë Kurum, të konfiskuara rreth një vit më parë në portin e Durrësit. Hetimi ka zbuluar shkelje të rënda ligjore në lidhje me menaxhimin, magazinimin dhe tentativën për trajtim të këtyre mbetjeve të cilat rezultojnë të jenë të rrezikshme për mjedisin, por edhe për shëndetin publik. Në faqet 6 dhe 7 mund lexoni më tepër dhe me më shumë detaje. Gjyqtarët të nënshtruar nga pushteti, denoncimi i Lalës, kushtetuesja po mbron Ballukun e akuzuar për vepra të rënda. Gazetarja, gjyqtarja Stim Vokshi kundër shtyrjes së vendimit për Ballukun. Kjo besoj mund të edhe çështje që të trajtojmë si temë dite, që nga momenti që zhvilluar pra seanca publike në gjykatën kushtetuese ka ngaluar 13-14 ditë, është mbledhur 2 herë, nuk ka marrë një vendim. Në aspektin ligjor ka kohë deri në 30 ditë, por kjo është një çështje e rëndësishme dhe gjyqtarët kushtetues ende nuk po japin një vendim, sepse edhe kuvendi po pret këtë vendim të kushtetuesit. Kështu që disa sqarime në fakt në lidhje me këtë zhvillim ecim më tej, por pak a shumë duke mbetur tek i njëjti argument. Relatori Sandër Beci i vendosur nga PS-ja u merr të studentëve 300 euro. Almer Toska, një gjyqtar firmosin në kafe presion nga grupi i Ballukut. Këto deklarata janë nga gazetari Almer Toska. Mbetemi tek qëndrimet e këtij gazetarit, kolegut, premtë që është kërcënuar për dosjen Balluku, gazetari, ministrja do dënohet me burg për çështjen e aksit rrugor Korç Ersek. Në këtë foto është gazetari Almer Toska, jo Almir Toska, se kështu shënohet, dhe majtas është antari i gjykatës kushtetuese Sandër Beci, i cili është edhe relatori çështjes Balluku. Vijojmë seancën parlamentare të ditës djeshme, PD-ja akuza PS-s se po mbron Ballukun nga drejtësia. Debatet që janë bërë dje në kuvend, debatet në fakt më së shumti edhe për Komisionin për Reformën Territoriale. Kompensimi, lista me ish pronarët që përfitojnë jashtë radhe. Aftësia krijuese, një lajthitje e Rembrandtit dhe talenti mes paras dhe zvërtetës. Nga Rudolf Marku vjen ky material. Vjojmë rubrikën Histori dosier, fundo, komunizmi më keq se satanaj, ja hoqën këpucët dhe i vun prangat, dëshmia e rrallë e Hamit Perollit për vrasjen e Llazar Fundës. Lexoni faqet 14-15, sot rubrika Histori dosier në Panorama vjen në këtë hapësirë. Opinionet e ditës së fundmi, nga Gen Zburimi mund të lexoni drejtësia kap peshq të vegjël tek mjedisi dhe porti i Durrësit. Nga Ben Andoni mund të lexoni katedralja jon me kunja dhëmbësh. Dhe nga sociologu Gzim Tushi, liri individuale, jo pa përgjegjësi sociale. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet nga gazetën Panorama. Në fakt ju bëra me dije çdo gjë që pasqyrohet në faqen e parë në këtë të përditshme. Ecim më tej e vjojmë pasqyrën në shtypit, jemi me shtypin e shkruar dhe vjojmë me gazetën tema. Në foton kryesore të gazetës, tema ndër tjera le temi janë drejtues të Partisë Demokratike. Berisha nuk ka poshtë një foto në fakt e kapur nga afër, nëse e themi në këtë mënyrë. Por vjojmë edhe me shkrimin që e shoqëron Bashkit, lista e dëshirave të PD-s për reformën territoriale. Vjen dhe në formën e pyetjes për Bashkit, lista e dëshirave të PD-s për reformën territoriale. Më tepër lexoni në faqen 4. Vjojmë me pjesën e sipërme në këtë të përditshme. Çfarë zbuloi laboratori italian për përmbajtjen e 2800 ton mbetje të Kurum? Antena brenda familjes muli paralajmëron Luan Baçin për mitingun e Saljanit. Saljani dje ka mbajtur një takim në Fier. Skifteri nga Laçi bën nami në Angli. Grabiti 31 shtëpi prangoset në Kent. Mero Bazë shkruan,
rrethimi i Sali Berishës nga opozitarët, opinionin e plot, pra mund të lexoni në bërënësi. Takimi radhës Ervin Saljanit në Fier vlen për të kuptuar se demokratët nuk i binden më Sali Berishës, shkruan ndër të tjera me robazën. Nga Skënder Mingjozi mund të lexoni: duke pritur ngujimin, është thënë dhe stërthën këto vite që kur një parti ka probleme me palën përballë, radikalizimi është gabimi më i parë dhe më klasik që mund të bëj. E bën vetë lëvizjen politike më të vogël, më agresive, më pak fitimtare. E shohim se si partia kryesore e opozitës shqiptare është kurrur në 13 vitet e fundit, analizon ndër të tjera për Skënder Mingjozi. Dhe nga Fatos Çoçoli mund të lexoni: sa do na kushtoj çekiçi i gjyqtarit. Është ai debati që ne diskutuam edhe dje, edhe sot mund të jepni një mendim patjetër për pagat e gjyqtarëve. Me reformën e pagave në shtet të nisur në maj 2023, paga mesatare e gjyqtarëve tek ne kaloi nga 1.600 euro në muaj në 3.100 euro, praktikisht u dyfishua. Ky nivel sot është i barabartë me pagën mesatare të gjyqtarëve në Greqi dhe dyfish më lart se paga mesatare e në faqen 9 lexoni më tepër. Këtë përmendëm edhe ne ditën e djeshme, zoti Çoçoli thot 3.100 euro, ne tham tek 2 milionë, tek 2.900 apo edhe 3.000 euro ditën e djeshme në bazë të gjithë formulës. Begjet Pacolli flet për temën pas daljes në dosjet e Epstein dhe aeroportin e Vlorës. Bëhet fjalë për Begjet Pacollin, ish presidentin dhe ish zëvendës kryeministrin e Kosovës. Adriatik Lapaj, Rama dhe Berisha, dy autorët që kanë sjell vendin në këtë pikë. Dhe së fundmi, rubrika Histori dosjer në faqet 10-11 në gazetën Tema, Dinejt e Çamërisë, historia e panjohur e familjes që shkriu pasurinë dhe talentin për pavarësinë e Shqipërisë. Përfundojmë dhe gazetën Tema, numrin e kësaj të mërkure për datën 4 shkurt të vitit 2026. Kalojmë me gazetën Dita, do të shohim zhvillimin kryesor. Ka të bëjë, paktën duke referuar edhe gazetës Dita, me sagën e fushës naftëmbajtëse Patos Marines. Pra, e kemi me detaje në ekran, do të fokusohemi konkretisht edhe njërë. Saga e Patos Marinesës, Bankers, 21 vjet grabitje dhe mashtrim. Si u shkund një nga pasurit më të mëdha kombëtare dhe fusha më e madhe naftëmbajtëse onshore e Europës kontinentale, qeverit PSPD dhe skema e Bankers Petroleum, oligark politikan dhe pastrim parash. Shqipëria pa fitim, oligarkët me thesare, skandali i shtrirë në 2 dekada i Bankers Petroleum u dha me favor, u grabit me skema, ato që duhet të dim për mega skandalin e Bankers dhe elitat politike. Lexonin faqe 3, 6 dhe 7, ecim mëtej. Blokohet SPAK, mbrohet politika. Kushtetuesja shtyn sërish vendimin për Ballukun, vendimi dhe analiza, procedurë ligjore apo shpëtim politik. Çfarë ndodh nëse shtyrjet në gjykatën kushtetuese vazhdojnë në sinkron me shtyrjet e Këshillit të Mandateve në Kuvend? A është kjo një manovër politike e koordinuar? Resorti luksos, banorët në protest për grabitjen e pronave, por shteti është me oligarkun. Fshati Baks Rjoll në Velipoj, kundër resortit të Bashkimit Ulajt ku janë grabitur pronat, kanë deklaruar qytetarët edhe gjatë ditës së djeshme. Paraja dëm, politika xhepiste dhe gjeli plakës nga Artanduka mund lexoni. Diversiteti dhe klima, pse ligatinat janë etike në Shqipëri. Rubrika e shëndetit, tenderat e vonuar të onkologjikut janë krim, sepse vrasin njerëz. Pacientët e këtij spitali nuk mund të presin me javë dhe muaj, sepse tumori nuk pret, pra le të themi sa të bëjmë procedura tenderuese apo të zhbllokohet ndonjë tender i caktuar. Ushqimi që nuk duhet ngrënë pas orës 15, këshilla për dietë të shëndetshme. Klinika shëndetësore përse është mbyllur qendra e njësisë numër 5. Diçka e denoncuar edhe dje në Kuvend nga deputeti Erion Braçe. Skandali botëror pas identifikimit të viktimave, tërhiqen mira faqe nga dosja e Epstein, shfaqen emrat e miliarderëve. Çifti Clinton thotë se janë të gatshëm të dëshmojnë. Pyetje përgjigje me kryeredaktorin e gazetës Dita. Kali i Kaligulës, breshkat në zyrën e Ramës dhe një gazetare që duhet thoshte jo.
Një detaj i pafajshëm, gati poetik dhe një emërim që nuk është as dra morale, as tradhti personale. Është diçka me rrezikshme, normalizimi i ides se një kryeministri i lejohet gjithçka. Përfunduam edhe me gazetën Dita në fakt, zhvillimet që ishin në këtë të përditshme i pa me vëmendje patjetër dhe vijoj me gazetën Telegraf. Kalojmë në të përditshmen që mos të shumti ka zhvillim faqen e parë krahasuar edhe me të tjerat. Por do të vijojmë me kryeartikullin të cilin e kemi edhe në ekran. Bie perandoria kurum, hiri kanceroz i mbetjeve toksike, helmon shqiptarët. Analizat e Bashkimit Evropian nxjerrin zbuluar grupin kriminal me tursh dhe shqiptar, subjektet Kurum dhe Stokola i SHPK, edhe pse ishin në dieni për rrezikshmërinë e mbetjeve, kanë ndërmarrë veprime për të fshehur llojin e vërtetë të tyre në bashkëpunime të tretë, duke shmangur detyrimet ligjore për mbetjet e rrezikshme. Ndërkohë, prokuroria lëshon 33 masa sigurie për Stokola i SHPK dhe Kurum, mbi 102 kontejner gjenden 300 metra nga banesa në Shënavlash. A do të hapen nga SPAK dosit që kanë zënë plur për privatizim nga Kurum, të Heseve, të Ulzës, Shkopetit, Bistrica 1, Bistrica 2, dhe a do sekuestrohen ato? Kjo është edhe pyetja që shtrohet në fund të këtij zhvillimi. Më tepër se kaq, lexonin faqet 4 dhe 5. Ministria e jashtme Spiro Pali, takim me kreun e Komisionit për politikën e jashtme në Kongresin Amerikan, prioritet marrëdhëniet SHBA-Shqipëri. Profesor doktor Enrico Ceko, ekspert ekonomie, shëndetësia në Shqipëri është në gjendje mjerane dhe pse qytetarët zhvaten me pagesat për sigurime shëndetësore. Doktor Vladimir Mici, papunësia në rritje pasi punëtorët që kontribuojnë në tregun e punës sekondare në Shqipëri marrin paga të ulta. Vijoj me politik dhe aktualitet. Eurodeputeti Beleri, Fredi Beleri është eurodeputet, i cili ka deklaruar hakerimi i SPAK, përgjimi kushtetueses dhe gjykatësit e dënuar në shtetet e BE-s nuk mund të fshihen. Shkëlqim Tafa, të jesh ministri i drejtësisë nuk do të thotë që vetëm ditë të lexosh çfarë të kanë shkruar në një letër të bardhë. Belind Kolliçi nga kërcënimet publike ndaj SPAK tek aktet mafioze. Shpopullimi masiv, Shqipëria humbi 40% të popullsisë. 42% e votuesve të 11 majit ishin pensionistë. Skandali, vendi po mbushet me indian, filipinas dhe egjiptian, bum aplikimesh për të marrë edhe familjet e tyre, ata që kanë një punë këtu në Shqipëri, aplikojnë për të marrë edhe familjen. Jemi në Telegraf, shohim një tjetër zhvillim. Ju ma vërtetuat mendimin tim të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet. Dje, ishte 9 vjetori i ndarjes nga jeta të Dritroa Gollit, arkitektit të transformimit të PPSH-s në Partinë Socialiste. Edhe pse Parlamenti Shqiptar ishte i mbledhur në seancë plenare, askush prej deputetëve dhe sidomos grupit parlamentar të Partisë Socialiste nuk dënjoi ta kujtonte me një fjalë të vetme drejtorojnë burrshtetasin me vizion europian që u kryqëzua nga bolshevikët e partisë. Ja fjalimi rrallë i Agollit në kongresin e 10 të PPSH-s, në të cilin ai kërkoi pranimin e 3 gabimeve për diktaturën, varfërinë dhe të drejtat për lirinë e njeriut dhe të ndërgjegjes. Në faqet 16-17 mund të lexoni më tepër pra këtë material. Grabitjet e ligjëruara, krim financiar me fajde moderne nga Jute Kredit me licencë nga shteti, Ferit Shefni, oligarkët mësyn edhe paketën e maleve. Mozaik dhe aktualitet, skandali Epstein, dorëheqjet, hetimet dhe emra tronditës të politikanëve shqiptarë dhe të huaj, ja bisedat e Lajçak për vajzat. Miroslav Lajçak, slovak, ka qenë edhe negociator apo i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Ahmet Qeriqi, sekretet e jetës të Sulejman Pitarkës në 90 role, 106 vjet nga Senati i Shqipërisë, ja kush ishin 42 senatorët e vitit 1920. Mjekësi, ndikimi të ftohtit në aparatin e frymarrjes, si të mbroni zemrën dhe të përmirësoni kujtesën. Nga akademik profesor doktor Anastas Angjeli mund të lexoni, mbi të gjitha ish ministri financave dhe ekspert ekonomie. Starmer në Pekin për të rijetëzuar marrëdhëniet me Kinën.
bëhet fjalë pra për kryeministrin e Mbretërisë Bashkuar. Nga Niko Dumani mund të lexoni turmat shërbëtore të kamufluara për ndryshim. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe në Telegraf, bëm e di në fakt patjetër gjithçka që pasqyrojnë në faqen e parë në këtë të përditshme memorinë e zhvillimeve, por le të themi edhe me ato nën artikujt, pra që pasqyrojnë. Jemi me Panorama Sport dhe me njëherë do të hidhemi në mediat online, por shohim zhvillimet sportive, i gjejmë në këtë të përditshme. Fokusi i parë është tek kampionati shqiptar. Fatbar Djera deklaron 25 vite pa titull, ka ardhur koha e vllaznisë. Ish lojtari i kuqe bluve, tashmë prej vitesh anëtar i komitetit ekzekutiv në FSHF, flet për paraqitjen e 2025-2026. Ylli i parë duhet të vi në Shkodër. Martini i ka dhënë grupit mentalitet fitues. Skuadra është e fortë. Legionarët, Jasir Asani konfirmon të ardhmen Muçi nuk ndalet. Ernest Muçi në Turqi me Trabzonsporin, ekipin e tij, ka shnuar tjetër gol këtë herë në kupë. Ekskluzive, Ibrahimi haron Tiranën askund si dhe Partizani. Drejtori sportiv i të Kuqve vlerëson organizimin e klubit dhe Kërnajen. Marrëdhënia me Demin e shkëlqyer kam një premtim për tifozët. Mercato, Teuta Flamurtari dhe Byllisi afrime në sekondat e fundit. Zhvendosemi tek Tirana, pikët, Tirana e si vjetshme fotokopje e ekipit të Bledishkëmbit. Ish trajneri Elbasani, Leshanaku paralajmëron sfidë delikate. Kategoria e parë, Skënderbeu blindon Kreun, zyrtarizon 6 përforcimet, po Gradeci afrime elitare për biletën direkte në superiore. Evenimenti, Olimpiada dimërore, drama, rekorde dhe histori unike, një material special që mund të lexoni në brendësi. Zhvendosemi në futbollin evropian. Itali, Milani nuk gabon në Bologna, Allegri beson te Kreu. Bologna-Milan për serin ambrëmin e djeshme 0-3, edhe Milan i rikthen në distancën prej 5 pikësh larg nga Interi i vendit kryesues, sepse kishte shkuar në 8. Juventusi, Spalletti ka transformuar sulmin e zonjës së vjetër, siç njihet Juventusi. Iberikët, alarmi kuq tek Spanja, dëmtimet bëhen problem. Lëvizjet nga Semenyo tek Paketa, Anglia bën ligjin edhe në merkaton e janarit. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, vijoj me njëherë pasqyrën e shtypit me Shqiptare.com. Është faqe zyrtare në internet, fokusohemi për ta parë me detaj. Patjetër me disa nga zhvillimet kryesore, por gjithmonë ju them, mund ta vizitoni në çdo moment, sepse informoni mbi gjithçka në kohë reale. Zhvillimet minutë pas minute, lajmi minutës fundit, absolutisht shoqëruar foto, video, gjithçka, pra kështu që mjafton të vizitoni Shqiptare.com dhe mbeteni në çdo kohë të informuar. Shohim zhvillimin kryesor në këto momente. Para burgimi, alarm në Shqipëri. KIE propozon për disa vepra të hiqet, vlerësim periodik dhe me prova, gjykatat të argumentojnë pse masa alternative nuk vlen. Pra, ekspertët e huaj duhet vendosin për tipologjinë të çështjeve që nuk do të lejojnë më para burgim. Ka çështje për vërtetës që ende nuk është vendosur do të kalojnë apo jo dosja për gjyq dhe që zgjasin një vit apo edhe një vit e gjysmë. E këto çështje edhe të zyrtarëve apo të ish zyrtarëve. Rubrika Pika e Zez, analistja anti-Rama e Syri TV emërohet zëdhënëse e grupit parlamentar socialist. Një tjetër simptom e sindromës të politikës shqiptare. Në foto është Jonida Shehu tek Syri TV. Zhvendosemi me kronik, 2800 ton mbetet e rrezikshme të kurum, prokuroria e Durrësit ka lëshuar 33 masa sigurie, mes tyre 2 administratorët turq, zyrtar të doganës dhe agjensisë së mjedisit. Report Televizion zbardh dosjen e plot dhe emrat mund t'i lexoni në brendësi. Vijojme, ke mundësi ta zmadhojmë pak për të parë më konkretisht politik, reforma territoriale, PSD, bëjmë paqe. Opozita deklaron nuk e bojkotojmë Komisionin e posaçëm për reformën territoriale, mazhoranca tërhiqet nga marrja e shumicës. Mirë, këto janë disa nga zhvillimet, ato më kryesore, patjetër për efekt kohe gjithçka nuk mund ta bëjmë me dije, por vizitoni Shqiptare.com, faqen zyrtare në internet, informoni mbi gjithçka. Kalojmë me kohën ditore për gjetur dhe për të marrë disa zhvillime nga rajoni, nga Kosova. Me interes patjetër, duke u ndalur së pari
në zhvillimin kryesor apo në lajmin e parë që pasqyrohet në kohën ditore. Aliu deklaron pas vitit 2015 është dashur të bëhen reforma të mëdha strukturore në ekonomi. Mbi vlerësimi i lutjeve të mëngjesit, ish ambasadori Spahiu, politikanët manipulojnë. Kek në operim të jashtëzakonshëm 31 ditë me 3 bloqe të Kosovës sa në punë paralelisht për furnizimin me energji elektrike. KQZ-ja denoncoi për mashtrim në OSHP kompanin që një herë e shpalli fituese të tenderit prej afro 37.000 euro. Sadiku për LDK është komplet e rënuar për brenda. Nga nesër, një seri analizave të veton surojt për vendin e Kosovën në lëkundjet e mëdha të rendit ndërkombëtar. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore në kohën ditore. Kalojmë në këto momente në mediat ndërkombëtare. Zhvillimet të pari me Corriere della Sera, media prestigjioze italiane, do të shohim edhe zhvillimet në arenën ndërkombëtare, pra po ashtu që pasqyrojnë dhe që kanë një interes. Në një farë mënyrë ato zhvillime që në një mënyrë apo në një tjetër mund të lidhen edhe me Shqipërinë. Zhvillimet në Korale kanë të bëjnë me situatën apo tensionet Iran-SHBA. Dhe materiali që kemi në ekran na bën me dije se rriten tensionet Iran-SHBA, japse regjimi iranian provokon, ndërsa Trump në një farë mënyrë presidenti amerikan pra do të bëjë edhe negociata. Dhe nga ana tjetër është rrëzuar një dron iranian që në një farë mënyrë po e themi kështu vërtitej rreth pra aeroplan mbrojtëses amerikane. Sa i takon situatës në Ukrainë, garanci sigurie për Kievin dhe do të kishte një reagim në 3 hapa apo në 3 etapa. Shtetet Bashkuara të Amerikës brenda 72 orëve do të reagonin me njëherë pas një sulmi rus. Pra gjithmonë, nëse arrijë marrëveshja, nëse mbyllej lufta, në marrëveshje do të ishte një pikë që Shtetet Bashkuara të Amerikës me patjetër brenda 72 orëve do të reagonin nëse do të kishte një sulm të ri rus. Dhe shumë shkurtimisht në dokumentet e reja të dosjes Epstein, politikanët që mund të njihen si spin doktor, spion, po ashtu biznesmen apo si përmarrës, pra kush ishte në këtë dosjen Epstein, le të themi ato punët e golfit, euroskeptikët, apo edhe mbështetja për Moskën. Kjo dosje Epstein, memrat që janë përmendur dhe gjithçka është zbuluar në një farë mënyrë po trondit mbar botën. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore edhe në Corriere della Sera dhe kjo ishte gjithë pasqyrë e shtypit për ditën e sotme. Me njërë në pak reklama, do të kalojmë shumë shkurtimisht disa këshilla biznesi me interes dhe rikthehemi mbi të gjitha për të nisur komunikimin së bashku e për të vijuar me shtypi ditës dhe jo. Mirë, rikthehemi në studio, por zhvendosemi në rrugët e kryeqytetit me pamje drejt për drejtë, shohim fakt nëpërmjet kamerave të monitorimit të trafikut situatën me lëvizjen e mjeteve dhe informacionin e marrim nga Eldi nga Taxi Lux Albania, që kemi në komunikim të drejt për drejt momentalisht nëpërmjet telefonit. Eldi, mirëmëngjes, të përshëndes. Çfarë situate kemi? Si ka nisur mëngjesi kësaj të mërkure sa i takon lëvizjes mjeteve? Po Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, uroj ditë të mbarë. Unë aktualisht po lëviz tek zona e stacionit vjetër treni ose me lidhja midis bulevardit Zogu Park, këtu situata është e qetë, vi nga Ferit Gjajko, është shumë e rëndësishme kjo pjesë unazës se për momentin përcjell normalitet, nga farmacia 10 deri tek stacioni vjetër i trenit, vetëm pak rreshit të trela është ai fluksi mëngjesit që lidh si kodrën me gjitha mjetet që më shumë devijojnë Tjatas për të lidhur me bulevardin Zogu Park. Për momentin randi 2 akte kryesore pak trafik, kombinat Pallat me Shizheta, zona e Stirit qarkullon pjesa e unazës madhe që lidh Stirin për dalja e Tiranës me 0 probleme. Durrës Tiranë 4 mjetet që vinë drejt Tiranës si bizneset, si ato që janë pulsuar në Tiranë dhe kanë dhe rritjen e fluksit të trafikut të lëvizshëm dhe nga zona e Treshit deri tek Theca Kamzës kemi situatë në trafik. Pjesa e rrugës Elbasani më çudit jemi 2 ditë tani përveç shtunës që kishte edhe hëna nuk kishte shumë problem për rrugën e Elbasanit, edhe sot gjithë java besoj janë do jetë të ditët që dalja e rrogave, fillimi i muajit, fundi i muajit janë. Edhe s'ka shumë lëvizje. Kjo ka ndikuar që edhe mjetët e rrethave nuk është problemi se domethënë është dhe dominim shumë i pakët i mjetëve të rrethave
në kryeqytet. Besoj mbase mund vinë, pastaj kemi edhe këtë muaj, është muaj i shenjtë i Ramazanit, dhe besoj këto janë shumë faktorë që ndikojnë në atmosferën e trafikut, sepse pas ditëja për shembull pak trafik ditën e djeshme. Edhe sot për shembull mund të them për gjithë lanën nga Shkozë, Pallat Mesgjeda, janë 2 bulevarde, Zhan Dark dhe Gjergj Fisha, me fluks të trafikut lehtë, kemi në bulevardin Bajramçuri pa probleme. Pra po të shikosh edhe unazën e vogël, pak trafik rruga Dibrës, domethënë nuk është orari, po edhe dita e djeshme që u patëm një lidhje, domethënë ishte ideja që nuk ka shumë lëvizje lidhje parë e dy, vetëm nëse ka rishë shiu, nëse moti është i paqëndrueshëm, atëherë mund të kemi turistëni nga trafiku, por deri në këtë moment jo më shumë se 10.000 metra, po Andi. Jo, në ndjes bëj një përshkrim shumë të shkurtër sepse ka dhe informacion brenda. Edhe kjo që ju sapo thata një e vërteton. Ndonjëherë kuptohet që ka shumë lëvizje mjetësh edhe që në atë orar që mua më rëstis të vi në punë, pra nga ora 6 deri në 6:30. Paka shumë. Ka ditë që ka fluks, nuk është se ka trafik, patjetër, s'ka trafik, por ka fluks lëvizësh. Sot temperaturat ishin pak lartë, ishte butë, 12-13 gradë. Shumë, po shumë pak mjetën lëvizje, i shikoj kështu shumë rallë edhe në orët e para të mëngjesit, përveç që shiu nuk ishte, moti kështu si gri, edhe ajo e 6:30 mëngjesit ka vijuar në këto momente që ju thoni. Mirë, të falenderoj nëse nuk e di çka për ta mbyllur. Jo, për ta mbyllur do të thënë jemi në një raport gati mbi 60% Tiranës nuk ka probleme me trafikun. Kemi jo më shumë se 10.000 metra dhe gjithë ajo që ju përmendët është shumë e vërtetë dhe është një nga faktorët shumë kryesorë për trafikun, pak në Tiranë, nuk e di për në vendet tjera të botës, por faktori në Tiranë është shumë indikueshëm nëse ka temperatura të larta, vap, merret makina, merret taksia, merret autobusi, lëvizje mjetët personale, kur është ftohtë në 0 gradë, lëvizje mjetët, kur është moti që ndryshëm dhe i këndshëm shumica e mjetëve. Edhe unë që kam lëviz tani jam tek rruga Xheluli, shoh shumë njerëz në lëvizje. Nuk kanë temperaturat normale bëjnë mundur që mos përdoret shumë njerëz. E drejtë. Edi, të falenderoj shumë e të ditë marrë. Faleminderit ju për ditë marrë dhe juve. Faleminderit edhe njerë, ndërsa ne më njerë, po ashtu nistim komunikimin së bashku. Çështje pagave gjyqtarëve, djem fakt reagoi shoqata dhe se çfarë tha kryeministri e tjerë, mund të mbetet një çështje ditë, dikush që dje nuk e kapi dot linjën për të bërë pjesë e programit, por kemi edhe temën konkrete. Fakt po bët një sag tashmë, shty ky vendimi i SPAR, vendimi kushtetueses për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, për gjykata kushtetuese në themel do të vendos mundet apo jo një gjykat, në këtë rast GKK-ja, të pezulloj një antar të kabinetit qeveritar, sepse këtë vendim të kushtetueses, me drejt apo pa drejt, unë nuk i futëm se cili ka mendimin e tij, po e pret edhe kuvendi dhe këshilli mandateve, ku është tjetër çështje në kuvend ku SPA kërkon arrestimin e zëvendës kryeministres. Si e vlerësoni shty për qenë, për gjithë vërtetës, gjykata kushtetuese është le të themi brenda atyre afateve ligjore, nga data 22 janar ka një muaj kohë për të marrë një vendim, mirë po 2 javë diku kaluan. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje, bëni pjesë e programit edhe me zë dhe me figurë me opcionin video call në 679-613-629 telefononi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, të përshëndes, po të lutem ule pak zërin televizorit. Dhe me dhe i shkuptoj se... Ata po bëj. Okej. Më thua, ju gjë me vëmendje dhe me kënaqësi. Për çështjen... Po, nëse ke një mendim patjetër, për çështjen Balluku, po. Për çështjen Ballukut, këtu nuk është për çështjen Ballukut. Ma falun për atë, po këtu është zihet në rrënjët. Nuk zihet në koka pema për të prerë, po zihet në rrënja. Dhe këtu rrënjët janë Shiko, për batut varet çfarë do t'i bësh pemës. Thjesht do ta krahasisësh apo do ta heqësh fare? Nëse ti do ta heqësh fare ose ta presh, nuk pritet në rrënjë, nuk pritet në maja, po pritet në rrënjë. Po, kështu dakord. Ashtu. Ne po të them, këtu kanë thënë që nuk priten ato. Dhe kush edhe në degat lartë që kanë filluar këta politikanë tanë, edhe në degat lartë këta nuk ashtu. Nuk njofin, se ta tillë janë. Ti ngrihet bëhet një demonstrat. Sot që i kap ti këta njerëz që merr, ai politikani apo partia që i merr në demonstratën gjithë ato. Kur
kur jam unë në pushtet, unë që i prek demonstrusut. Kur si jam unë në pushtet jeti, ti që i prek demonstrusut, se ti urdhon edhe unë. E kuptoj. Zotri, praktikisht mua në këtë demonstratën që kaloi në datën 10, qenë që hynë atjen edhe deputetet hynë në komisariat. jo, ishte data 24 janar. Atjen. Data 10 pritet të ndodhit, martën që vjen. A ishte 24 janari. 24 janar, më falë. Okay. 24 janar. Ky deputeti, ky paska të drejtë që të hyj kudo, se është deputet, dhe të bëjt me atë policin që ka detyrën atje që është për të mbrojtur rendin e për të gjitha, për qa? Dakor. Dhe ky politikani vende, më falë, se kameran me 100 herë telefon në smesh ngritur. Së drejtë ke. Ado. Dhe ky politikani i dha shenjën atyren demonstrusvet që hodhën Molotov para kryeministrisë. I tunë i flamurin drejt që hivën i tash i kryeministrisë. Që kështu bëhet. Okej. Rrogat e tyre, sa i kanë rrogat e tyre deputetët? Sa i kanë rrogat e tyre? Me gjithë këto ca dieta, bonus të tjerë, pjesëmarrja e komisionit shkojnë 3 milion lek pa tjetër, edhe më shumë, po minimumi një 3 milion lek. Edhe shtem që 4 milione e kusure. Po dakord, po flas. Atëre ky popull që ka punuar, gjatë vitit komunist, ndërtoi uzina fabrika. Këta kuj qonë? Edhe hekurin që i shkputën në uzinat e në fabrikat, në kombinatet, e i more lekët vetë. Mirë, zotri. Mori shteti. Të kuptova, të lutem. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Ke gjithë drejtën e Zotit që thua jam munduar, por ju kuptova, ju dëgjova dhe i mirëpritur je, sepse në momentin që telefonon njerë nuk mund të diskutojmë shumë tema, sepse do të mbyllim programin një farë mënyrë vetëm bashkë. Përshëndetje. Faleminderit që bëtë pjesë e programit, urdhëroni. Mirë mëngjesim, telefononi edhe në aplikacionin e WhatsAppit për me zëdhe me figur tek video call. Përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje. Ju lutemi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Okej, ka një problematik, ose ndoshta mund të kemi edhe 2 telefonat njëkohësisht, po gjithsesi diçka të vogël. Mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Ulni zërin e televizorit, ju lutem. Dëgjoj, për sa përket temës. Ulni zërin e televizorit. Për sa përket temës. Po. Gjykata kushtetuese e ka dhënë vendim. Ne çfarë presim më pjesë ai? Ai ka thonë që më nuk shkel kushtetutën. Po, një vendim para prag kushtetuese e ka dhënë për rithimin në detyrë. Por presim vendimin e themi në themel. Jo, po s'po dëgjohemi, nuk po kuptohemi, çfarë ka kështu? Ose diçka tjetër. Zërin e televizorit, lutem, ose një interferim shumë. Po është në rregull. Jo, nuk është në rregull. Dëgjoj që është puna. Po. Komptore nuk e kupton. Mirë, të jepi, po s'mund të komunikojmë kështu, thua edhe diçka, po. Jo, faleminderit, përshëndes për telefonatën. Përshëndes, kërkoj ndjes, nuk di kush është problematika, por nuk mund të vjonim dot. Mirë mëngjes, urdhëroni. Përshëndetje. Presim një tjetër komunikim, kushtetuesja shtyn sërish vendimin për ballukun si e vlerësoni. Dhe ndjeshme fakt gjyqtarët kushtetues u mblodhën, u tha që njëra nga 3 çështjet e rendi ditës së themi për cilën do të shpreheshin ishte edhe kjo çështje e balluku, ishte e treta, morën vendime për 2 të parat, thanë që ne duhet më shumë kohë për këtë tretën, nuk e nxjerrim dot sot vendimin edhe të dëgjoj me vëmendje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Më thuaj. Sa i përket atij parafolksit, para jo këtij që su dëgjuva. Po? Jam plotësisht dakord me do llafet e saj zotëria atje, po sa i përket aseja ballukut, unë kam diskutuar një 2 herë më para. Do të them kaq, kaq problem që nga që balluku, buri dhe për Shqiprinë. Në që kuptim po e thua këta, që kaq problem është? Shiko,
Zotri... Po ka që bë problem buri dhe po vete 4 muaj, 5 muaj da që vje këtë. Okej, pra, atere, unë po ju pyes, sepse ajo më shumë, të lutem, ajo që më shumë ne trajtojmë sot është, kaq probleme ka dhe gjykata kushtetuese që për një çështje balluku të vonoj, po ta japi një vendim. Është brenda fateve ligjore, por... Po, e ka problem. Po, e ka problem. Që është hera e parë që gjykatat tona, më falë Andi, më dëgjon apo jo? Ju dëgjoj shumë mirë, këtu jam, po. Më dëgjon. Ju dëgjoj shumë mirë, po. Është hera e parë në Republikën e Shqipërisë që gjykatat fusin hundët midis pjesës tjetër. Prandaj po të them që kjo është e pa, është në qike vështira... Po në qoftë se kjo që nga kaq të ludem, se kushtetuesja një vendim të ndërmjetëm apo paraprake e mori, e riktheu në detyrë, dhe në qoftë se kjo që nga kaq flagrante, kjo herë e parë që një gjykatë pezullon një ministër, gjykata e merr dhe një vendim, mblidheshin aty 1, 2, 3, 4 ditë e merr një vendim, po kanë 2 javë dhe s'po japin gjë. A luhet diçka pas, këtë po të them. Unë gazetarja më bëj pyetje, në? Dëgjoj. Ngre dyshimet. Unë këtë punë kam. Aty nuk luhet, jo, dëgjoj. Aty nuk luhet asnjë gjë. Pa aty se, po të them edhe një herë që aty është hera e parë që diskutohen midis këtyre probleme që ka ndodhur tash midis gjykatës kushtetuese, midis qeverisë, midis dhe gjykatës. Dakor. Që ka bërë këtë punë. Prandaj është çike vështirë. Dhe unë dua të them se kaq, përfundimisht një sekond. Po. Dua të them kaq që balluku, po su dënuan të gjithë ata që janë futur brenda po vena 2 vjet, na 1 vit e gjysmë, nuk duhet të lëshuar fare. Ku të dënohen këta, atëherë të kapet të zverku e të futet brenda. Faleminderit. Faleminderit, përshëndes, të themin tjetër opinion shumë shkurtimisht për momentin. Mirëmëngjes, urdhëroni. Përshëndetje. Në fakt, nuk e di natyra e gazetarit dhe profesionin tonë është që gjithmonë të kërkojmë, të gërmojmë, të rëmojmë, gjithmonë për të vërtetën, absolutisht. Nuk e din, mund duket e një mendim edhe çuditshëm, por asnjë gjë dhe një farë mënyrë nuk duhet besojmë gjithmonë nëse nuk gjejmë provat e tjerë. Kjo është ideja. Përshëndetje, prandaj unë pyes, diskutoj. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Më mirë në përgjithësi, mirë, ju si jeni? Më dukeni mirë, më bëhet shefi, më thuaj, ju dëgjoj. Një gjokë, për që eshe balluku, nëse ka vjellë, aja do ketë vjellë, nuk bëhet fjallë, unë jam socialist, më të thonë drejtë. Por ajo, duhet shkoj para drejtësisë së zvon. 10 mbrojët. Ka marrë detyrën e tje, leta kry punën dhe detyrën me nërfli, ka vjedhë në burg, edhe ti sekuestrohen të gjithë ato që... Jo, zotri, edhe këtë duhet të themi, është prezumimi pafajësisë dhe deri në një vendim të formës për të një gjykate të tjerë. Po, se këta... Edhe këtë ti themi të gjitha. Po, se këta janë duke zvarrit. Ne atë po themi, më shumë sot është ideja që pse po zvaritet kaq shumë e tjerë, se sa çfarë vendimi do marrin, se do janë gjykatës, se marrin ata, po pse... Diçka të fundit, lutem? Të fundit, përsa i përket protestët të PD-s. Po. Ata vetëm se mastrojnë elektoratin e vetë, se kur nuk do t'ja arrin qëllimit për ta përmes qeverinë. Okej, ju si socialist edhe sa po e thatë me një fjalë këtë, do të votonit në njerë djathas për PD-n, ose kur do të ishte ai momenti që mund të votonit në njerë? Po, sikur hiqet sala. Do votoja? Pa që kërkan bajer burë. Po mirë, do votoja sikur tiki Berisha? Do votoja në vend, ore në gjokë të unë jam i maj. Po pra. Por ama, votën e jep kush është maj mirë. E kuptoj. Edhe po t'ishte Berisha, thoni mund t'jetë një tjetër më mirë, do e votoj, okej. Po. Faleminderit.
Faleminderit përshëndes për telefonatën, shkputemi këto momente pak shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore, Natyra Therapy sjell Prostatol Complex për gjithë ata që kanë probleme me prostatën. E ndjekim numrin e telefonit në ekran, shembujt konkret në fakt dhe rikthehemi. Mirë vjojmë e shtypi ditës dhe ju në këto mene me njërë ndjekim parashikimin e yjeve për horoskopin ditor për këtë të mërkur dhe për datën 4 shkurt. Dashi, në dashuri sot mund të ndjeni të pasigurt për ndjenjat e partnerit, por një bisede e hapur do të sjellë qetësi në marrëdhënie. Beqarët do të kenë mundësi të reja për njohje, por duhet të tregojnë kujdes që të mos idealizojnë askënd. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane të reja dhe për të rishikuar qëllimet tuaja. Mbani një qëndrim pozitiv dhe mos lejoni që të tjerët ju dekurajojnë. Demi, sot do të ndiheni të lidhur më shumë me partnerin tuaj dhe do të ndani momente të bukura së bashku. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë emocione të forta, por mos nxitoni në vendime. Dita është e përshtatshme për të reflektuar mbi prioritetet tuaja dhe për të bërë ndryshimet e nevojshme. Binjakët, në marrëdhënie sentimentale sot mund të ndjeni një dëshirë për më shumë afërsi dhe sinqeritet me partnerin. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja pasi do të vlerësoheni për hapjen tuaj. Sot është e rëndësishme të besoni në instinktet tuaja dhe të merrni vendime të menduara mirë. Gaforja, në dashuri dita sjell qetësi dhe mirëkuptim në raportet ekzistuese, ndërsa për beqarët mund të lindë një miqësi që kthehet në diçka më shumë. Mos u tërhiqni nga ndjenjat, pasi ato mund t'ju çojnë drejt një lidhjeje të qëndrueshme. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht nëse keni pasur lodhje të tepërt kohët e fundit. Mos humni besimin në vete dhe vazhdoni të ndiqni qëllimet tuaja. Luani, në marrëdhënie sot mund të ndjeni nevojën për të ndryshuar rutinën dhe për të sjellë më shumë pasion në lidhjen tuaj. Në punë dita sjell mundësi për bashkëpunim dhe ide të reja që do t'ju ndihmojnë të avanconi. Financat janë stabil, por është mirë të bëni një plan afatgjatë për të ardhmen. Mos u friksoni nga ndryshimet, ato do t'ju sjellin përfitime. Virgjëresha, në dashuri mund të hasni keqkuptime të vogla me partnerin, por me pak durim gjithçka do të zgjidhet. Beqarët do të jenë tërheqës dhe do të kenë mundësi për njohje të reja interesante. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin nervor, pasi tensioni mund të ndikojë në energjinë tuaj. Mos lejoni që pasigurit ju ndalojnë të ecni përpara. Peshorja, në lidhje sot do të keni mundësi të forconi marrëdhënien tuaj përmes komunikimit të sinqertë dhe të hapur. Beqarët do të ndihen tërheqës dhe mund të fillojnë një flirt që do të ketë potencial të madh për të ardhmen. Keni besim në talentet tuaja dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Akrepi, në dashuri dita sjell emocione të forta dhe mundësi për të thelluar lidhjen me partnerin tuaj. Beqarët mund të marrin një mesazh nga dikush që e ka njohur prej kohësh, duke krijuar emocione të reja. Financat janë në përmirësim, por është mirë që të mos bëni shpenzime të mëdha pa menduar mirë. Vlerësoni arritjet tuaja dhe jeni mirënjohës për çdo përparim.
Shigjetari, në marrëdhënie mund të përballeni me ndonjë debat të vogël, por dialogu do t'ju ndihmojë për të gjetur zgjidhje. Financat kërkojnë kujdes pasi mund të linë një shpenzim i papritur. Sot është e rëndësishme të jeni të durueshëm dhe të mos merrni vendime të nxituara. Besoni në potencialin tuaj dhe mos lejoni që të tjerët t'ju ndikojnë negativisht. Bricjapi, në dashuri sot do të keni dëshirë të ndani më shumë kohë me partnerin dhe të forconi lidhjen përmes aktiviteteve të përbashkëta. Beqarët do të ndihen tërheqës dhe mund të kenë një takim të rëndësishëm që do të ndryshojë pikpamjet e tyre. Mos lejoni që vështirësitë ju dekurajojnë pasi gjithçka është e arritshme me përkushtim. Ujori, në marrëdhënie sot mund të ndjeni një ndryshim në energjinë e partnerit, por është e rëndësishme të mos bëni përfundime të nxituara. Në punë do të përballeni me detyra të vështira, por këmbgulja juaj do të shpërblehet. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin imunitar, duke marrë masa parandaluese. Mos nguroni të kërkoni ndihmë nga miqtë ose familja nëse keni nevojë. Peshqit, në dashuri diktat sjell qetësi dhe harmoni, por është e rëndësishme të mos lini pasdore nevojat e partnerit tuaj. Beqarët mund të ndihen të pavendosur, por një takim i rastësishëm mund të sjellë surpriza të këndshme. Në punë do të keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja organizative dhe të merrni vlerësim nga kolegët. Jemi në studio, vjojme njërë në këto momente komunikimin së bashku, bëjmë djetë gjitha të rishë në ndjekin dhe që kanë interes pa tjetër, që pas pak, brethorë 7:25 besoj maksimumi, do t'jemi në studio me ekspertën për pensionet Kujtim Hoxha, që zëtin Hoxha, që kene mundësi që të telefonit bëni pjesë e programit edhe pyetje dhe pa qartësi, t'ja drejtonim drejt për drejt. Mirë mëngjesi, jesim me një tjetër opinion për temën e ditës. Kushtetuesja mirë mëngjesi, zonjë, të lutem bani pak mirë telefonin, sepse nuk më duhet ju them këtë. Mirë mëngjes, po, desha, Andi. Po, mirë mëngjesi, baj pak mirë telefonin, të lutem. Mirë mëngjes, po, desha një sikër në Kujtim Hoxhën të plasë. Po, pak më vonë do t'jemi, ja është duke ardhur, pak më vonë do t'jemi, për pak minuta. Çfarë kishe konkretisht? Po, unë kam qenë në kempë, kam dalë në 2014, Po? kam qenë në marrëdhënie pune në një robaqetësi fason, edhe kisha 15 vjetë e gjysmë punë. Po? Kur kalova një vit e gjysmë, një vit e 6 muaj mora kempë, pastaj kempin ma prenë, valla ma previ auditi, Po? se nuk u kisha vit e pune, se dushin valla 18 vjetë. Tashi po dalin me nga 7 vjetë, kam dalë, me nga 5, unë si. E çfarë kërkon konkretisht? Unë dua kështu, me sa dela ju kempi dhe unë, për ato leka që mora 16 muaj, unë mua mi mbajtën 1.300.000. Okej. Në kohën që dola në pension, e unë marrë 99.000 leka pension marrë të tëra. Po, a përfitove ndonjë nga këto shuma? Duhet kesh përfituar, se nuk jetë e këto tavanët. 8.000 leka, Andi, më vajti 107. E kuptoj. Okej, mirë, të paktën këtë shqyqyrë po e themi që ke përfituar, ndoshta pensioni të klasifikohet urbani pjesën. Unë e ziki, unë i ki përmbys, unë jam e gjysmë e trupit të paralizuar. Të kuptoj, po për këtë, se Zoti Hoxha erdhi ne për pak do të kemi në studio, po për këtë, më shumë nuk është të ndihmon Zoti Hoxha. Domethënë, ai komisioni që e vlerëson kempin, e ka vlerësuar që mos të llogarisë në kemp në një farë mënyre. Po ju merrni pension pjesëm, me atë që thoni urban pjesëm. E bën një komision mjekësor këtë, nuk e bën një ekspert pensionesh apo etj. Urban nëse një qytet që pra, merrni pension urban të pjesëm, të merrsisht I ulët tek 99.000 lekësh, shumë mirë që e ke marrë të takonte dhe që e ke marrë këtë 8.000 lekëshin e vjetër, se ajo është, por këtu më shumë është ai komisioni mjekësor etj. Që ju vlerëson, pra që mund të jeni në kemp apo ka diçka tjetër. Okej. Mirë, faleminderit. Doktori që mos tako unë dëgjoj Andi, dua vetëm këtë. Sa vite dushin që të dilja unë në kemp? Këtë dua ta di vetëm.
Po kempi është nëse je i aftë apo i paftë për punë apo dire tjerë. Okej, mirë. Po unë ndajta 6 muaj jam, unë jam i kam kontrat të tëra të syra. Nuk e vënë në diskutim, nuk po të them atë, nuk e vënë në diskutim. Ata mjekët e i komisioni mjekësore vlerëson. Faleminderit. Pyete atë tjerë më të kuptoj. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Mirë të përshëndes për telefonatën, okej, e di dhe jam i bindur që çdo gjë është për zotin Hoxha, kështu që vijojmë shumë shkurtimisht me shtypin e ditës edhe më pas pra me reklamat që të bëjmë gati me zotin Hoxha, sepse interesi ai është tek gjithë ata që na ndjekin, por shumë shkurtimisht në fakt rikthejmë në vëmendje disa nga zhvillimet kryesore në shtypin e shkruar në numrin e kësaj të mërkurë për datën 4 shkurt të vitit 2026. Dosja Kurum, bomba ekologjike e portit Durrësit, 2800 tonë mbetje të rrezikshme, firmon se 33 masa sigurie. Gjyqtarët të nënshtruar nga pushteti denoncimi Klodiana Lalës, kushtetuesja po mbron Ballukun, e akuzuar për vepra të rënda. Gazetari deklaron gjyqtari Jasmin Vokshi kundër shtyrjes të vendimit për Ballukun. Eci me njëjtin argument, relatori Sander Beci vendosur nga PS-ja o merrte studentëve 300 euro. Gazetari Almer Toska thot një gjyqtar firmosi në kafe presion nga grupi i Ballukut. Ecim me gazetën Tema në këto momente, shumë shkurtimisht në fakt do t'i kemi bashkit lista e dëshirave të Partisë Demokratike për reformën territoriale. Ky është zhvillimi kryesor në fakt. Begjet Pacolli flet për temën pas daljes në dosjet e Epstein dhe aeroportin e Vlorës, Edreti Klapa i bën me dije Rama dhe Berisha, dy autorët që e kanë sjell vendin në këtë pikë. Në gazetën Dita në këto momente, vijojmë ecim me njëherë edhe me gazetën Dita. Saga e Patos Marinës, rikthejmë vëmendje se ka shumë në fakt dhe na kanë shkruar ne kemi bërë diçka tillë që nuk e kap dot pasurin e shtypit në orën 7. Bankers, 21 vjet grabitje dhe mashtrim. Si u shkund një nga pasuritë më të mëdha kombëtare dhe fusha më e madhe naftëmbajtëse onshore e Europës kontinentale, qeverit PS dhe PD dhe skema Bankers Petroleum, oligark politik dhe pastrim parash. Lexoni në brendësi. Bllokohet SPAK, mbrohet politika, kushtetuesja shtyn sërish vendimin për Ballukun. Kalojmë pak në Telegraf në këto momente. Bie perandoria Kurum, hiri kanceroz i mbetjeve toksike, helmon shqiptarët. Ky është një tjetër zhvillim politik dhe aktualitet. Eurodeputati Fredi Beleri deklaron hakerimi SPAK, përgjimi i kushtetuesës dhe gjykatësit të dënuar në shtetet e BE-s nuk mund të fshihen. Vijojmë me ju ma vërtetuat mendimin tim të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet. Dje ishte 9 vjetori ndarjes nga jeta të Dritroa Gollit, arkitekte të transformimit të PBSH-s në Parti Socialiste. Tek sporti vijojmë me futbollin në vend së pari. Fatbar Djera, ish futbollist, ka deklaruar 25 vite pa titull ka ardhur koha e vllaznisë. Ekskluzive Agim Ibrahimi haron Tiranën e bën me dia skund si tek Partizani. Milani nuk gabon në Bologna, Allegri beson tek Kreu. Me Shqiptarja.com do t'jemi në këto momente, faqen tonë zyrtare në internet. Do të shohim, do të bëjmë një përditësim në fakt dhe me kryartikullin jemi së pari. Paraburgimi alarm në Shqipëri, KIE propozon për disa vepra të hiqet vlerësim periodik dhe me prova, gjykatat argumentojnë pse masa alternative nuk vlen. Pika e zez, analisti Andi Rama e Syrit të Vë, emërohet zëdhënës e grupit parlamentar socialist. Një tjetër simptome sindromës të politikës shqiptare, në foto është Jonida Sheu tek Syrit të Vë. Kronik, 2800 tonë mbetet e rrezikshme të Kurum, prokuroria Durrësit lëshon 33 masa sigurie mes tyre 2 administratorët turq, zyrtar të doganës dhe agjencisë së mjedisit, reportëve zbardosjen dhe emrat i lexonin në brendësi. Dhe së fundmi bota, garanci sigurie për Kievin, SHBAT do të vepronin brenda 72 orëve në rast të një sulmi të ri rus. Ishte gjithçka në reklama. Do të kalojmë dhe me një rikthehemi me zotin Kujtim Hoxha, ekspertin për pensionet, për të vjuar me programin. Rikthehem në studio për pensionet, do diskutojmë në këto momente. Do të bëjmë në fakt një analizë të shkurtër në lidhje me këtë skem, a është e drejtë, le të themi sa e drejtë është dhe sa para mund të harxhohen nga i fondi që dha qeveria eksaktësisht vetëm për këtë shpërndarje të bonusit që vetë dëshiron ta quajë kompensim, dhe menjëherë do të keni mundësi që të bëni pjesë me pyetje dhe paqartësi që keni nëpërmjet bisedave në studio.
Më është bashkuar, si që kam thënë që në hyrjet programit, zoti Kujtim Hoxha, ekspert për pensionet. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni sërish në Report Televizion. Kënë si gjithmonë. Ne po diskutonim në fakt edhe në hapësirën e publicitetit për atë reklamave. U bë një xhiro e parë, po e them në këtë mënyrë, pra muaj janar, zoti Hoxha, nga ky kompensim. Së pari, qeveria e cilëson kompensim, por ata që ndoshta kuptojnë diçka thonë nga çfarë na kompenson. Apo duhet ta themi bonus dhe shpërndarje e bonusit. Dhe dyta, a është e drejtë kjo skem? Çfarë nëzori ky muaj i parë në lidhje me këtë skem që përdori qeveria për të ndarë ato para për pensionistët? Në lidhje me shprehjen që përdoren rëndon tash të gjithë, një pjesë e përdorin si rritje të pensionit, një pjesë të qytetarëve apo edhe të ekspertët të quajnë kompensim. Se kështu është në VKM, në fakt, por... Unë, për shumë, futëm në ata që kjo është një bonus i shkallëzuar, sepse kështu është në vërtet. E para e punës, sepse kjo nuk është pjesë e fondeve të sigurimeve shoqërore, është pjesë e buxhetit. Buxhetit shtetit. Dhe me një rregull të caktuar, ja jep. Nëse ka bonuse që mund të përsëritet edhe si vjetë, nga fundi vetit, nga mezi, si të mendojnë ata që e kanë për detyrë dhe për kompetencë për shpërndarjen e të ardhurës, ata mund ta përdorin edhe më vonë, edhe më shpejt. Kjo nuk është shumë e rëndësishme për qytetarën. E rëndësishme është fakti që përdorimi i terminologjisë kompensim është i gabuar. Qoftë edhe shkruar siç është, sepse nga çfarë unë pa edhe fjalorin për të shikuar dhe ku është me drejt kjo. Dhe kompensim, me kë do ta kompensoj? Me çfarë më kompensoj? Me kë do ta mat? Është një lloj që themi ne, kjo është 500 mg. Pra, është matur me kam njësinë matës. Kjo me se do ta mat. Që ju thoni bonusi përshkallëzuar, quhet eksaktësisht për shkallëzuar. Unë kështu e gjitha terminologjinë. Çfarë nëzori ky muaj parë? Kjo muaj parë nëzori në pak të gjithë ato të metat, sepse kështu jemi mësuar. Ne mësojmë edhe të shikojmë atë gjën negative. Gjën që nuk shkon, së pozitive. Sepse kjo njerë të regovi që pjesa me madhe e qytetarëve mbetën të zhgënjyer nga kjo. Dhe më në pritin gjë tjetër, aq më tepër që kjo është thënë nga fjala e kryeministrit në fillim të nëntorit, dhe nuk është zënë në gojë asnjëherë kjo kufizimet për të gjitha këto nivelet e grupimeve shoqërore. Pra, në një ditë caktuar pastaj, në datën 30 dhjetor, doli e famshme që kjo pas ka edhe ato kufizimet. Pra, me këta përjashton një pjesë jo të vogël të shoqërisë. Pak a shumë, sa ka në 1% sa mund të jenë përjashtuar, ose në një shifër? Përjashtimi, unë i shikoj si pas grupeve të përcaktuara, i kam edhe analitikisht, se sa përfitojnë qytetarë pa emra, e kuptojt janë me numëra, sa përfitojnë deri në $100. Janë 120.000 qytetarë. Janë 521.000 qytetarë që marrin pension në 190 euro. Që këta nëse janë të kjo kategoria me tavan 180, dhe dy kategoritë të tilla nuk përfitojnë, nuk kanë përfituar. Nuk kanë përfituar. Që është shumë e madhe. Po kështu mbetet edhe pjesa tjetër që është mbi 40.000 lekë. Që edhe ata nuk përfitojnë. Një pjesë shumë të rëndësishme. Këtu duhet të kemi kujdes, sidomos ne që dalim në televizor dhe japim argumenta, sepse në pikën 6 të vendimit të Këshillit Ministrave është përcaktuar se cilat do të quhen të ardhura dhe vetëm me pensionin e pleqërisë ose pensionin suplementar, bashkimit të tyre, nuk është i mjaftueshëm se ka grupe të gjera të shoqërisë që marrin edhe bonuset të tjera të formave të ndryshme, janë 74 lloj përfitime. Që gjitha këto do të grupohen në 5 kategori. Grupohen edhe fillojnë nxjerrin jashtë skemës një pjesë jo të vogël të qytetarëve. Në dijenin time, se kam dëgjuar edhe ekspertë të tjerë, që pretendojnë se janë 75.000 të përjashtuar. Ta mbi 20.000. Në dijenin time janë mbi 20% të gjithë pensionistëve, ose afërsisht,
Ose afërsi. 300.000 që nuk përfitojnë. Që nuk përfitojnë. E kuptoj. Për të thënë drejtë, është si që është. Po. Sepse është tjetër në ndjesin që ka një njeri, dhe tjetër në rolin e ekspertit për të reflektuar atyre shifrave do t'i referami. Nuk mund të themi me amendje neve, Jo, pa tjetër, sepse tashmë... interesat e qytetarë. Absolutisht, dhe muaj parë kaloi dhe ne kemi mundësi të bëjmë këto. Po? Kjo nëzori që me këtë fond që ka patur, qeveria mund të menaxhonte më ndryshe. Tani fondi ishte nga buxheti i shtetit, jo nga fondi zyrtare, për 2026 100 milion euro. Me këto llogari harxhohet ky fond apo jo? Vetë deri në 55-60% të këtij fondit. Domethënë betet një pjesë jo e 40 milion, 45 milion euro nuk harxhohen me këtë lloj skemesh për paratë i ka patur. Parat i ka pasur. Shpërndarja do të bëhet ndryshe, pra duke rezervuar një pjesë të kësaj që mund të bëhet gjendë një skem pak më ndryshe për të kënaqur një më shumë gjatë gjithë vitit. Sepse parat ishin. Me këtë skem, nga 100 milion euro mund të harxhoj deri në 55-60 milion euro. Ndërkohë që të 40 tjerat i ke, mund t'i bëje. Mirëmëngjes, se do të vim zoti Hoxha, përshëndetje. Kemi një komunikim në studio. Ju dëgjojmë me vëmendje. Përshëndetje. Ju përshëndesim, ju dëgjojmë me vëmendje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, ju dëgjojmë edhe unë dhe zoti Hoxha, na thuaj. Desha me interesomi që jam i pensionist që kam dalë para 6 muaj në pension. Po? Dhe me 37 vite punë e 5 muaj. Dhe ka dalë pension 276.000 lekë. Po, nuk e përfituar asgjë. Jo, e di, unë e bëra llogarin. I tham ekspertit, a përfitoj tot nga kjo kompensimi 1.800 lekëshit? Edhe unë them jo, po zoti Hoxha ta thot më mirë. Atëherë, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave 828, ju futeni në grupin shoqëror të atyre pensionistëve që kanë pension të pjesshëm. Dhe për disa muaj mund të digjet në fakt, disa muaj vjetërsi. Sepse ju e nevojitur 38 vjet e 8 muaj. Ju keni patur 37 vjet e 5 muaj sa keni patur. Kështu që futeni në pensionet e pjesshme. Pensioni pjesshëm. Keqja është se në pensionet e pjesshme tavani është 22.000 lekë ose 220.000 lekë. Kështu që edhe atë 8.000 lekë nuk e përfiton. Nuk e përfiton asë. Dhe zoti Hoxha, ky tavani 22.000 lekë. Për pensionet... Se shiko, zotria është djegur për gati një vjetërsi pune. E para kjo. Edhe dyta, okej, u dojgja nga pensioni plot. Po të marrë të 8.000 lekëshin e pjesmin. Jo, asa të se merni. Se qeveria vendosi... Edhe fondet i ka, mund të bënte. Se qeveria thot, jo, 22.000 ose 220.000 lekë është tavani për këtë pension e pjesëm që ti shkon e tjere tjere. Zotri Bestoj e kuptove? Po, pa tjetër... E kuptove, qeveria për vete. E kuptove. Edhe zonja, faleminderit. Jo përshëndesim. Faleminderit, ecim me një tjetër telefonat, me një tjetër bised. Unë po e them sepse shoh dhe rast edhe konkretisht me të vërtet zoti Hoxha, ky tavani tek pensioni urban i pjesshëm në një farë mënyrë po dërmon shumë qytetar. Dhe që parat janë, pra, se me këtë llogari ju thoni që nga ato 100 milion, maksimumi mund të harxojnë 55-60. I ke edhe 40 të tjera, bëje këtë shpërndarjen mund të kështë bërë. Ose rekuperoje. Ose rekuperoje. Ndryshojë në shkurt në mars. Duke shikuar ato efektet që ka dhe në këj vendim Këshillit Ministrave për muajin janar, mund të nxirë të mësime dhe mund të regulojë diçka. Po, regulojë në shkurt e tjere. Mos të lë për në fund vitit. Se në fund vitit besoj do ketë diçka, po... Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, zotri, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju dëgjoj me vëmendje. Na e thuaj situatën. Me po një ekspertit, gruja jeme ka dalë në pension vitin 2011, me 30 vjetë punë, si nënë me shumë fëmijë. Merë 200.000 lekë një pesë. A më takon bonasi? Përfitove gjë apo jo, me atë që ti kuptove në janar? 10.000 lekë përfitore zotrinë. Jo, nuk e kam tërhek janar. Nuk e ka të reshur janarin. Po, të të gjojnë zotin Hoxha atyre. Nuk e pas ka të reshur janarin. Si pak merë ofër 200.000 lekë. Po, zotin Hoxha? 200.000 lekë. Atëre, si pas tërguzve, që ta zotëria, zonja ka dalë si nën me shumë fëmijë në vitin 2011. Dhe si pas kësaj,
2011. Ajo do të plotësonte në atë kohë moshën 50 vjeç. Se Me 30 vjetë. tash është bërë 55. Atëherë në kohën që ka Atëherë dalë ka qenë me 50 vjet. Me 30 vite punë, 30 vite thot, punë po. ka qenë atëherë. Dhe thuheshin të plota ato vitet. Puna është që kjo zonjë duhet të ketë patur probleme nga e kaluara me punën që ka kryer. Domethënë ka qenë në kooperativiste, një pjesë të punës në kooperativë dhe për këtë shkak ajo nuk futet në Jo, ka qenë marrëdhënie me dhe siguracione. Po siguracione këtë po dhe po. Po, jashtë atë po thotë zoti Hoxha, po sigurisht. Dhe në këtë rast ajo futet në pensione kooperativiste nën me shumë fëmijë, sepse viti 2014 e ndanë. E ndante. Ajo ka dalë në 2011. Dhe i bishi nuk përfiton? Të fitoj 1.000 lekëshin, fitoj si vite të plota, se ba që janë të vajitur asaj. Do të përfitoj, pra le themi 10.000 lekëshin e vjetër. Atë do të fitoj. Do të përfitoni zotëri si pas llogarisë të zotit Hoxha, me ato të dhëna që ju thatë, 10.000 lekë të vjetra. Në këtë kategori futeni. Të falenderojmë, të përshëndesim për telefonatën, zotëria nuk e kishte tërhequr. Mirëmëngjes, thot, jam një ndjekës i rregull të emisionit tuaj, suksese, faleminderit. Kam dalë në pension, thot, na ka shkruar, zoti Hoxha, se numri telefonit, kam dalë në pension në 2018-ën, kam 36.5 vite punë, në ato kohë, thot, aq vite duheshin, e ka bërë në klapa këtë. Pensioni më ka dalë, thot, 16.436 lek, pra rreth 165.000 lek. Tani, thot, me shtesat e reja nuk përfitova asgjë. Ju lutem më sqaroni përse. Atëherë sipas të dhënave të qytetarit, të dalë në pension në vitin 2018, i bje që tjetë i datëlindjes 1953, dhe si pas asaj, e i duhet të ketë patur 36 vjetë. Thot 36.5, i kam, thot. 36 vjetë e 4 muaj janë dashur ati, për të quajtur të plotat. 36.5, thot. Aq duheshin atë kohë, thot. Madje thot në thonjza. 36.4, eksakt. 36.5 kam pasur. Ka një muaj më shumë, të themi. Ka një muaj më shumë, Si pas këtyre të dhenave, këti qytetari do t'i jepe i bonusi 18.000 lekë. 18.000 lekë, sepse dhe merë 165, thot. Po ty do ketë diçka, se thot që nuk përfitova zë. Në djenin e ti e ju e di që ka punuar 36 vjetë e 5 muaj, por... Kjo zonjë, ndjes, apo kjo zotri, edhe nëse do të shkonte të kategoria e urbani pjesë, me 165.000 lekë, mund të mërë të 8.000 lekëshën, për thotë s'kam përfituar e zgjë. Se mërë asë atë. S'po. Atëre i bje që informacioni nuk është i plot. Totalisht i plot. Sepse ky mund të ketë, ose kjo, mund të ketë pjesën më të madhe të vitësisë në punën në kooperativë, po edhe vitësinë e punës se ka patur të plot në momentin. Po, duhet jetë në i kategori. Deri në 18. Po, e këpëtoj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po kalon të 18-ën se... Po e 165 mirë. Me 165 atëre. Mirëmëngjes. Atëre, po, se ndoshta mund të shkuar... Ka indeksimet. Ka indeksimet. Mirëmëngjes, përshëndetje. Respekte. Faleminderit, e vlerësojmë. Ju dëgjojmë, unë dhe zoti Hoxha. Mbajni pak telefonin një të lutem. Pa shumë lëvizje, mbaj pak mirë. Largoje pak fare telefonin, të lutem. Pa. Okej, diku këtu dhe mundoni që... Jam pensionist. Po? Kam dalë 2013. Po? Edhe ka qenë maksimumi atër 240.000 lekë vjetra. Mirë po, 6 muaj më si dola unë, u hoqej. Edhe shokët e mi kanë dalë me 370, 390, sepse pagat ishin të mira. Unë gjatë gjithë jetës kam punu, kam 50 vjetë punë të sigurume, edhe kam punu në AKU, në drejtorit bujqësisë, drejtorit nërmare bujqësore, pra kam qenë në vende punët me pagë maksimale të asaj kohë. Dhe sot, unë kam me fjallë, kam met me që dionë që të
Kuptoj, nuk rishikohet pensioni jonë më. Këtu është problematika me madhe e këtij ligji, ata thot zoti Hoxha, domethënë fati i keq ose ligji. Atë që shqetëson. 13 vjet s'kam shku halaka 300.000. U ban 13 vjet pension, që i marrë pensionin, edhe halas ka shku të 400.000 lekë. Ju kuptoj, të gjëjmë pak zotin Hoxha, i thuaj edhe zonjës, nuk të lë zonja andej. Lidhje me... Ja, në gjatë se ne kemi specialista, Jo, nuk e vëm diskutim, jo. E kam që zonjat në një farë mënyrë nga smon që andej, po i morëm të dhëna. Lidhje me shqetësimin që ka qytetari, është shqetësim për të gjithë ata që kanë patur rrogat e larta para vitit 2014, të cilët për shkak të kufizimeve ligjore që ka patur atëherë, sepse pavarësisht nga pagat dhe puna e kryer në pozicione të rëndësishme nga zotëria, ai ka patur kufizime sepse pensioni ti nuk mund të ishte më i lartë se 2 fishi i pensionit minimal. Problematike ligjit apo tjere tjere. Në atë vit, pensioni minimal ka qenë 12.024 lek, dhe 2 fishi i saj i bie 24.000 e pak. I bie 220.000. Me indeksimet ajo pensioni ti do të ketë arritur, po themi, rreth 360.000 afërsisht. Po themi, këtu... Sa keni marrë në dhjetor, zotëri? Morë me... 360.000. Po, ajse është zoti Hoxha. Ajse është zoti. Si pas këtyre logaritjeve, Zotëria duhet të përfitoj atë 18.000 lekshin, sepse ka përfituar pension të plotë, si që ta. Ndërkohë për atë që shpreson dhe që me të drejt a i krason pensionin e vetë me kolegët që kanë dalë një vit më mbas, që ka një diferencë rreth 70-80.000 lekë në krasim me kolegët, kjo rezulton si atyre teknikave të përdorura parashikuara në atë kohë. Ekziston mundësia që këto të rregullohen, sepse parimi bazë... Por vetëm shteti mund të bëjë diçka tillë. Zotëria nuk është se mund të bëjë ndonjë ankimim në një gjë, është çështje ligji. Parimi bazë në sigurimet shoqërore është që t'i verë të barabartë, për kontributet barabartë të marrë pension të njëjtë. Të njëjtë, po. Dhe e të paguan më shumë, marrë më shumë. Dhe kjo bëhet me vendim këshillit. Zotëri, e fundit së bashku nëse a e more 18.000 lekshin, duhet nëse e ketë rishur pensionin. Zoti Hoxha thotë që duhet a merje, takon, me llogarit. E more, okej, faleminderit. Faleminderit shumë, me një tjetër bisedë. A ishte çështje e ligjit kufizim që mund tjetë krejt pa lidhje. E pastere, kur ka ndryshime ligjore, po që pjesa tjetër ishte okej me zotëri. Ka dalë me vendime për ngushtimin e diferencave. Ka 5 vendime dërde. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Të ecim mirëmëngjesi, zotëri. Ju përshëndesim dhe ju dëgjojmë me vëmendje. Po. Dhe unë përshëndes. Jam një djalë nga Mamurci. Kam nanën që ka dalë në pension në vitin 2009. Me 30 vjetë punë. Po? Edhe i kanë kalu vetëm 10.000 lekë. Edhe nanë me shumë fëmijë edhe ka dalë pensioni plot. Ja, këte, zoti Hoxha, ose edhe mund të pyesim për një të dhënë tjetër shtesë. Si pas të dhanave që thotë zotëria, që ka dalë në pension në vitin 2009, gëzon edhe statusin e nënës me shumë fëmijë. Kështu si kur tha. Po, kështu tha, po. Dhe në fillim, nuk e di sa pension ka marrë në vitin 2009? Në 2009, sa ka marrë fillimisht kur ka dalë pension? Ose dhe sa merë sot? 110.000. Po sot sa merë? Ose në dhjetor vitit kaluar? Ka pa marrë 160.000, 160.300. Këtu në këtë rast është klasifikuar si pension me kontribute në fshat. Në fshat, po, me kontribute në fshat, rural. Bonusi që duhet të merte si nën me shumë fëmijë, duhet të klasifikohen e kjo me 10.000 lekë. Po.
Kështu që jeni klasifikuar tek ajo kategoria, po e themi, si pension rural, pension llogaritur në fshat. Prandaj keni marrë vetëm atë 10.000 lekë. Zonja pretendon dhe 18.000 lekë. Jo, nuk e merë atë. Nuk e merë. Ndanë viti 2014 në natë me shumë fëmijë. Ndanë viti 2014. E ka dalë që në 2009. E kuptoj. Faleminderit ju përshëndesin. Viti 2014 e ndante atë të nënave me shumë fëmijë, prandaj nuk merrni 18.000 lekë e vjetër, por merrni 10.000 lekë e vjetër, siç dhe e keni marrë edhe. Kanë dalë pas 2014 se do e marrin. Ato e marrin. Dhe ato që kanë dalë nëna me shumë fëmijë pas 2014, se u themi si informacion, e marrin automatikisht dhe shkojnë tek 18.000 lekë në muaj, të tjerat pastaj varet çfarë kategorie futet, se nuk është vetëm kjo kategoria. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. 3-4 minutat e fundit. Përshëndetje. Mbaj pak mirë telefonin. Mbajni pak mirë telefonin, ju lutem. Okej, diku këtu po jam. Po, diku këtu, po. Okej. Jo. Na thuaj. Unë kam dalë invalid në 2006. Po? Morevesh. Kam dalë invalid në 2006. Po? Dhe kam 37 vite pune. Ta shtini unë në që kategori, se vitet i kam të amemu, se kam dalë 2006. Sot jam 80 vjeç. Apo duhet na thotë diçka tjetër. Pa që mjafton. Zotëria pavarësisht nga vjetësia. Të marrë vetëm 6.000 lekë, si ka mundësi. Po, të dëgjojmë zotin Hoxha, të lutem. I kanë ndarë në vendimin e Këshillit Ministrave pension pleqërie të plot. Pension invaliditeti, thot, për grupin tjetër. Ku futeni edhe ju? Futeni tek grupi pensioneve të invaliditetit. Kontributi, ju keni patur kontribut shumë që mund të përfitoni të... Po mirë, si ku të ktheje ju nda që ta marrë pension se u vjetër si ti kam. Ju keni zgjedhur atë invaliditeti në momentin që ju ka lindur një drejt tjetër atë pensionit të pleqërisë dhe invaliditetit. Ke kaluar në invaliditet të përhershëm. Unë nuk zgjolla asnjë gjë. Po mirë, të kuptojmë, po ajo është marrëdhënie që ke pasur me ata sigurinë shoqërore. Zoti Hoxha nuk ta thot dot këtë. Jo, ta them unë dhe këtë. Juve natë... Ja, të lutem. Nuk është ta njeri që me pleqërin apo këtë. Të lutem. Sa të një pak zotin Hoxha. Në atë moment, ju keni patur e përfitimin atë bonusin që merte nga bashkia, të 33.000 e përstin sa merte. Edhe ishit knaqër. Nuk e digjoj. Keni pasur dhe një kompensim nga bashkia, thot, një 33.000 lekë të vjetër, ndoshta u është ka shijuar më shumë ai atere, edhe tani ka këtë efekt që keni marrë vetëm 6.000 lekë të vjetra. Ke këtë status të shi. Dhe e këtë status. Pension invaliditeti dhe shqyqyr që dhe e ke marrë atës, të ke qënë dhe ka i tavani, po e themi, po gjithësësi. Le ta merte edhe më shumë se 30, pa le mos e merte atë 6.000 lekë. Atë 6.000 lekë. Ishte dhe aqë, pak të vitin e parë, 12 muaj me 6.000 lekë. Të falenderojmë, sepse në 1 minutë do të marrim dhe një tjetër komunikim të fundit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju lutem pak shkurt. Përshëndetje. Jo, nuk po dëgjoheni. Mirëmëngjesi edhe njërë, po sa të dëgjohemi me gjithë dhe me konë jemi, po e themi ngusht. Përshëndetje, po, dëgjohemi tani. Largoj pak telefonin, të lutem, largoj pak telefonin. I thëmë, jam nga Anglia flas. Po? Kam një vëlla, si ka punue, s'ka punue kur me në Verhoxhën, se nuk ka bu ushtrin. Edhe ne kemi si ditë punet, ne vëllazit kemi punua 2 turë në kooperativë dhe kemi si ditë punet. Që natën ishin, ka kanë invalid, sa i nuk ka bu ushtri, se nuk mi gjën me vesh. Okej, po, dhe? Edhe nuk mi gjën me vesh edhe mi ka dojë pensioni 100.000 lekë. Ka marri 100.000 lekë, po si ka mundësi që në Verhoxha nuk e ka qitë në punë. E ne kemi nuk e ka laju me shku në ushtri, e ju nuk minët një pension plot. Po, zoti Hoxha, nëse vetëm pak shkurt, lutem, edhe zoti Hoxha. Në këtë pyetje që bëri zotëria, ka shumë të tillë, të cilët invalidët ndahen në 2 grupe. Grupe që ka kontribute punë dhe një grup tjetër që s'ka kontribuar. Zotëria vëllana vete ka patur në këtë grup që nuk ka kontribuar në kooperativë dhe për këtë ajo quhet në fakt trajtohet nga shërbimi social këtu brapa institutit, është një që merret vetëm me këta që
që nuk kanë kontribuar. Dhe këta marrin sot 116 lekë, jo 116. Zotëri, faleminderit, përshëndes dhe për telefonatën nga Anglia, me 2 fjalë të lutem. Indekstimin tetor patjetër që do të jetë, sa të bëhet, dhe me këto një 20-25 milion euro që nëse kjo skem vazhdon kështu nuk harxhohen, dhe me disa fonde tjera që thanë që nuk i kanë harxhuar ndërmarrjet shtetërore, do të kalojnë tek pensionet, bonus besoj do të ketë patjetër, e? Po patjetër nëse qeveria e shikon edhe me dashamirësi këtë grup shoqëror, ka mundësinë praktike për të bërë një shpërndarje tjetër që të jetë me pranueshme nga gjithë qytetarët. E kuptoj. Zoti Hoxha, faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi, ditë të mbar ju uroj. Faleminderit dhe ju që na ndoqët dhe u bët pjesë e programit. Mbritëm fund të shtypit ditës dhe ju edhe për mëngjesin e kësaj të mërkure. Vjoni me Report Televizion, mirë pas pak me Brez e Dielli. Ju uroj shikim të këndshëm.